Përshëndetje meq, këto nga pika jonë që jemi tashmë që 3 javë këto përballë Toni Blerit në sheshin Dëshmorët e Kombit, apo aty përballë të Toni Blerit ku e kam titullu kohë më parë si kombinimi i lirisë së Kosovës. Tashmë, si që dini, ne në këtë pikë, sot është 8 gusht 2026, tashmë kjo do t'jetë nota e fundit, ku jemi të pranishëm me peticion, me që kemi mri atë milestone e parë, thresholdin, ndërsa do të vazhdojmë të mbledhim në nënshkrimet e qytetarëve të Ferizajt edhe në pika tjera ku i kemi, pasi disa veç tashmë kemi fillu t'i mbyllim, do të vazhdojmë qytetarët mund të nënshkruajmë pra edhe në pika tjera cilat i kemi përmendur disa edhe më herët i kanë edhe video. Unë shfrytëzoj rastin me këtë video, t'i falenderoj gjithë ata që na kanë mbështet, edhe vazhdojmë na mbështet, edhe sidomos t'i falenderoj gjithë qytetarët e Ferizajt për këtë mbështetje masive të shpejtë që kanë bërë. E kanë përmend shumë herë, kërkoj falje që nuk kemi pas mundësi, s'kan mujtë me na suportu as partitë, as tjerë, me personel, qatë që ka pas kërkesa, dhe di që ka pas kërkesa të mëja në teren, ka pas mbështetje të jashtëzakonshme në teren, do thotë ma shumë ka pas njerëz që tepër të interesuar për me nënshkru, sesa që kemi pas mundësi me ofru personel. Si të qoftë është me rëndësi ajo ofrim që është duke vazhduar në krejt komunat realisht, edhe kjo ofrim na vyn edhe tutje dhe përcjellje me që ne do ta dërgojmë siç e dini në Kuvend Kosovës. Pavarësisht se çfarë ndodh në Kuvend Kosovës aktualisht ose në tamër, kur do që bëhet kuvendi, kur do që funksionalizohet kuvendi Kosovës me gjitha organet e tij, ne do të adresojmë këtë peticion. Pra pavarësisht nga kuvendi që po thonë do çka bëhet tek bon, këta kanë me pas për mi tavolinë krejt deputet këtë peticion, këtë kërkesë të drejtë të qytetarëve të Ferizajt për një Ferizaj pa orshevas. Të gjithë qytetarët e Ferizajt të gjitha komuniteteve pra e kanë nënshkruar, e kanë mbështet fuqishëm. Unë falenderoj gjatë kësaj kohe që kanë qëndruar këtu në shesh, dy vajzat e mia, Atlantidën dhe Albaninë e vogël. Falenderoj bashkëshortën time Mimozën, falenderoj mikun tim Esat Bega që na ka bashkangjit ca herë edhe në mbrëmje, po edhe që e ka angazhuar dhe djalin e tij Albanitin qysh në pasditet e shumta që ka marrë pjesë, e falenderoj gjithashtu. Edhe me raste kanë ardhur edhe Aulta, e Rinis, edhe tjerët, ka pas raste tash, uraj mos me arru dikend, po thjesht ka pas Elsa e tjerë, ka pas me raste, po shumë nga pak, ndërsa që kanë qëndru të në kohën janë këta, e thot Atlantida, Alba, Albania ime vogër, unë më përse po, që të mos pas di që diri vonë dhe në mbromje, javën e parë që kam më përshem kam qëndru të në kohën. Edhe normalisht që kemi shtri aktivitetin tonë në teren, në pika, me që kam po që do të patjetër me ndryshu strategjinë edhe ka do strategji e sukseshme, që në rëndësi kemi mri milestonin, kemi mri kuotën e nevojshme që tashmë mund të dërgojmë në Kuvend të Kosovës, po do të mbledhim ende që të kemi sa më shumë nënshkrim që të mos kemi ndonjë telashe eventuale, me që e di me ko kemi punë edhe në Kuvend, po kushdo qoftë, si që kam përmend që do të provoj të bëjnë ndonjë obstruksion, ne do ta përcjellim këtë peticion në çdo hap. Uroj që të mos ketë asnjë deputet shqiptar sidomos që t'jetë kundër. Uroj dhe dëshiroj. Nuk dua të besoj që mund të ketë kundër, por nëse në çfarë do mënyre do të ketë persona të tij që do të mundohen me sabotu, me bëu obstruksione siç kanë tentuar gjatë kësaj periudhe, atëherë ata persona se nuk mund ta ndalin këtë çështje absolutisht, po ata persona do të diskreditohen si bashkëpunëtor të Serbisë në Kosovë apo mbrojtës të interesave të Serbisë në Kosovë. Çështja është shumë e qartë, kërkesa është shumë e qartë, mbështetja është shumë e qartë të gjithë qytetarët të Ferizajt për një Ferizaj pa orshevas. Nuk e dojnë mo Ferizalit emrin orshevas me pas kërkon. Edhe kjo është mesazhi më i qartë, të cilin Kuvendi i Kosovës është i obliguar që ta çojnë në vend.
edhe besoj fuqishëm që do ta kryen kurdo që ai kuvend të funksionalizohet. Kurdo që funksionalizohet, ne jemi gati. Vazhdojmë pro në teren dhe në pika tjera deri në përfundimin e plot të mbledhjes së shkrimit dhe konsolidimin e kërkesës. Me kohë do të informoheni për çdo gjë, absolutisht siç ju kam informuar deri tash, do të informoheni vazhdimisht. Unë falenderoj edhe kryetarët e fshatrave, disa fshatra që janë kanë edhe më të spikatur, janë angazhuar një pjesë e tyre. Falenderoj edhe strukturat tjera që janë angazhuar për çdo një vullnetare, ka pasur vullnetar tjerë, vetë që janë angazhuar. Siç e keni pa edhe nga të rinjtë kohëve të fundit filluan disa më angazhu, i falenderoj gjithë. Vazhdojmë fuqishëm. Unë e di që ky aksion do të jetë si shumë gjëra ka nisur në Ferizaj edhe do të vazhdojmë. Ky aksion do të jetë pastaj si një nxitje për aksione të tilla të ngjashme në krejt Kosovën, me që ne duhet në çdo mënyrë të dekolonizohemi. Nga 18 korrekt 2026 e përsëris ka filluar çlirimi i dytë i Ferizajit, apo çlirimi përfundimtar, duke hequr edhe mbetjen koloniale, mbetjet relikte të pushtuesit serb, siç është emri Oroshevat. Dhe këso mbetje të pushtuesit serb kemi në krejt Kosovën. Dhe ne nuk kemi absolutisht asnjë arsye që ato t'i mbojnë në emër të asgjës. Sidomos në të gjitha ato qytetet ku dominojnë shqiptarë dhe komunitete tjera jo serbe dhe bile s'ka asnjë serb fare. Dhe kjo do të bëhet. Kjo ka fillu, u pollë në Ferizaj, edhe kjo më nuk nalët. Duhet të veçoj edhe një gjë shumë me rëndësi. Unë jam entuziazmu jashtëzakonisht shumë, jam tejet i kënaqur edhe me një element. Me rinin tonë, qoftë në Kosovë, qoftë nga diaspora. Jam entuziazmu edhe që shtojnë më ka rrit ymri që kemi rini, që ndonë se pak kemi pas dilema, dyshime, se cili që çfarë rinie është të ardhë, a do t'i dalin zot ndonjëherë këta Kosovës e tjera. Po me këtë aksion që kam po tek trit, edhe brenda, edhe nga diaspora, ma kanë rrit ymrin që populli jonë ka brom, ka tri që kanë mi dalë zot vendit tonë, edhe kjo është shumë mirë, kjo më gëzon pa mos. Tejet më ka gëzu edhe më ka emocionu edhe i falenderoj edhe i inkurajoj që ta mbajnë këtë patriotizëm, këtë atë dashuri, të rinë në propa Kosovës, ashtu si që kemi nejtë për breza në rrë. Hajde urime na qovë Ferizaj, Oroshevat, ju përshëndes gjithë, sot është 8 gusht pro 2026, vazhdojmë për çdo gjë do t'i informoj. Hajde, ciao, Ferizaj, Oroshevat.